unë jam këtu për të diskutu, trajtu dy tema specifike. Para është rendi parë, që ka qenë pika e parë e rendi ditës mbledhjes qeverisë, bartja e zyrës për kategoritë e dala nga lufta, siç e demi në fushëvrimtarinë e Ministrisë për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare, bjen edhe kjo fushë e vlerave të luftës shqiptare, dhe në këtë kontekst bartja e kësaj zyre që është themeluar me vendim të qeverisë në kuadër të zyrës kryeministrisë Kosovës ka qenë domosdoshme me qëllim të koordinimit të drejtë për drejtë dhe më efikas të politikave që lidhen me këtë kategori. Përkujdesa institucionale ndaj këtyre kategorive tashmë do të organizohet përmes një departamenti që ne do të krijojmë në Ministri, Departamenti për Vlerat e Luftës Shqiptare, i cili do të krijohet përmes rregullorës së brendshme të Ministrisë, dhe kjo zyre apo ky divizion do të jetë brenda saj. Në bazë të kompetencave të ligjit 04/L054, kjo zyre bashkërendon aktivitetet për kategoritë e dala nga lufta, lëshon vërtetime zyrtare mbi bazën e regjistrit që kjo zyre i menaxhon, si dhe ofron mbështetje administrative dhe për komisionet përkatëse për këtë kategori. Megjithatë, duhet me theksu parajush që aktualisht regjistri apo lista e veteranëve ndodhet në masë të përkohshme nga gjykata në Kosovë për shkak të çështjeve që lidhen me listat dhe numrin e veteranëve nga koha e luftës në Kosovë. Dhe e dyta është rasti trënditës që jo të ne si institucione por edhe për ju si qytetarë kemi pas para 2 ditësh për rastin tragjik të fëmijës 5 vjeçar cili ka përfunduar në QKK dhe fatmirësisht tashmë po besoj që është në gjendje më të mirë shëndetësore se sa që ka qenë. Këtu më duhet me i sqaru disa elemente thelbësore. Neve që i kemi sqaru dje përmes një konferencë për media, ne kemi drejtuar drejtorin në Departamentin për Shërbime Sociale për të sqaruar kompetencat, megjithatë ne përgjithsisht nuk mund të ikim në këtë pikë. Megjithatë ne duhet me ditë që të gjitha rastet sociale në Republikën e Kosovës që përfshin trajtimin e dhunës, keqtrajtimin dhe çdo lloj formë tjetër që kërkon, domethënë është nevojshme ndërhyrja e institucioneve, janë kompetencë e komunave përkatësisht të qendrave për punë sociale dhe jo e ministrisë që udhëheq unë. Roli i ministrisë në këtë rast është vetëm planifikimi hartimi i politikave sociale dhe mbikëqyrja e zbatimit të tyre përmes mekanizmave që ne aktualisht i kemi. Ministria në këtë aspekt e ka njësinë e inspektimit, të cilën veç e kemi aktivizuar dje dhe ju kemi njoftuar dje që me urgjencë ka shku me hetu rastin në QPS në Lipjan. Dhe kjo njësi ka për mandat që në kuadër të fushëvrimtarisë, kuadër të kompetencave saj të legislacionit në fuqi apo ligjit për shërbime sociale dhe familjare, të hetojë rastin dhe të rekomandojë ministrin për veprimet në bazë të gjeturave të këtij rasti. Pastaj ministri ka të drejtë, nëse ka gjetje serioze në bazë të raportit të inspektoratit, të revokojë licencat për individ që janë ofrues të shërbimeve sociale në këtë apo kudo tjetër QPS në Republikën e Kosovës. Edhe një drejtë tjetër që jepet me këtë ligj, por që pastaj nuk jepet me ligjin për vetë qeverisë lokale, është të revokojë licencën e QPS-s në tërësi ku do qoftë edhe në cilën do komunë, por ligji për vetë qeverisën lokale këtë gjë nuk e lejon për momentin. Në këtë rast momentin që sa e kemi raportin përfundimtar, ne kemi marrë një raport preliminar dhe tash ju shpjegoj pak a shumë se çka përmban ky raport preliminar, por megjithatë momentin që ne pranojmë raportin përfundimtar nga njësia e inspektimit dhe nëse konstatohen vërtet shkelje nga qendra nga QPS-ja, atëherë unë ju siguroj që do të mbiren të gjitha masat ligjore që janë kompetencë të imën edhe përfshirë edhe revokimin e licencave për individët që punojnë në atë QPS. Megjithatë më duhet me theksu që në bazë të gjetura në atë QPS janë të paraparë 6 zyrtarë dhe aktualisht janë vetëm 3 zyrtarë. Në këtë rast më duhet patjetër që përmes juve, përmes media, mi bo thirrje të gjithë kryetarëve komunave që të rrisin kapacitetet në qendra për punë sociale, duke përfshirë edhe aspektin njerëzor, kapacitetet humane, por edhe infrastrukturën në mënyrë që ne pastaj të mund t'i dalim zot të kemi një cilësi në trajtim të këtyre rasteve që po më në kuptim të parandalimit, sepse masa që ndodhe rasti ne i krymë punë tona, po për atë fëmijë kjo nuk ka shumë rëndësi.
kuadër të parandalimit, në këtë javë neve që kemi miratu planin e akteve ligjore dhe ne do të krijojmë një rregullore që inspektimet në kuadër kësaj njësie të kryen në 3 forma. E para të ketë minimum 38 inspektime në vit, që do të thotë inspektime të rregullta për këto qendra për punë sociale, të ketë inspektime në bazë të ankesave dhe të ketë inspektime në bazë detyrë zyrtare. Edhe kur inspektorët shohin një lajm nga mediat, ata duhet të kenë autoritetin për me shku me bëu inspektimin dhe jo vetëm kur të ketë ankesë ajo që ka ndodhur dje në rastin e caktuar. Raporti preliminar megjithatë nuk mund ta shpalos të gjithin, meqenëse nuk është përfundimtar dhe nuk i ka të gjitha detajet. Shpjegon që kjo familje nga viti 2013 ka qenë në trajtim të qendrës për punë sociale në Lipjan dhe rrjedhimisht disa herë janë marrë ata fëmijë nga prindrit, por janë rikthyer prapë pas trajtimit dhe pas analizave psikiatrike dhe diagnostikimit që ka bërë shëndeti mendor. Në vitin 2023, gjykata e ka rikthy këta fëmijë tek familja edhe një herë dhe ne jemi të trajtu ose raporti ose inspektimi është të trajtu pse është rikthy, ai kanë plotësuar kushtet këta 2 prindër për rikthimin e këtyre fëmijëve, megjithatë ne po e shohim edhe përmes ngjarjes po edhe përmes mediave se çfarë gjendje kanë qenë kjo familje për momentin që kryhet inspektimi final apo raporti final. Ne do t'ju njoftojmë për gjitha hapat që ndërmarrim si ministri në kuadër të kompetencave tona. Pra përsëris, kjo nuk na largon prej përgjegjësisë, sepse çdo qytetar fundja ka përgjegjësi të lajmërojë të ketë kujdes ndaj fëmijëve në Kosovë, mirë po ne duhet ta sqarojmë që kompetencat janë të ndara qysh ka viti 2009, nëse nuk gaboj, qendrat për punë sociale janë në kompetencë të komunave të Kosovës. Të falenderoj shumë, siç e thash, ne kemi një raport preliminar dhe raporti preliminar nuk e specifikon herën e fundit, mirë por raporti preliminar specifikon që edhe pas vitit 2023, kur është dhënë fëmijët familjes janë rikthyer fëmijët familjes, qendra për punë sociale ka qenë disa herë në vizitë, nuk i di herën e fundit, po presim raportin përfundimtar dhe pastaj që natyrisht do t'jau shpalos komplet raportin edhe para media dhe para qytetarëve sepse është në interes publik. Atëherë të falenderoj shumë edhe një herë për ripërsërisje, njësia e inspektimit ka funksionuar në bazë të ligjeve aktuale, ligje që kanë qenë të hartuara që një kohë më parë dhe njësia e inspektimit ka përkryer inspektimin në bazë të ankesave, prandaj thash në planin e ri të akteve ligjore në bazë të rregullore që ne do të formojmë për këtë njësi inspektimit, do të kemi 3 lloje të inspektimit dhe jo vetëm pasi që të bëhet akti. Po në bazë të raportit preliminar me 7/7/2023, në fakt në 25/9/2023 ju ka kthyer drejtave prindërve për fëmijët në bazë të një raporti apo një analize që QPS-ja e Lipjanit e ka bëu. Nuk e kam në raportin preliminar pse e ka marrë këtë veprim, analizat pse kanë rezultuar në këtë veprim, po megjithatë kam në raport që pas të dhënave të trajtimit analiza psikologjike që i thash veç më herët të diagnostikimit, është marrë një vendim i tillë sepse këtu janë disa institucione që bashkë veprojnë në mënyrë që me marrë një vendim i tillë, një rekomandim i tillë në gjykatë, dhe gjykata me marrë vendimin. Sapo të bjen raporti përfundimtar dhe që është shumë e rëndësishme kjo çështje, ne do të marrim masat që i thash edhe më herët. Në raport me parandalimin ne ose edhe përkujdesjen në ligjin e ri ne kemi të paraparë edhe të ndërtimin e 5 shtëpi të fëmijëve që quhen në region në disa rajone të Kosovës dhe kjo gjë do të filloj sa më parë që të jetë e mundur nga ana e. Shumë të faleminderit, atëherë më duhet veç me kuptu 2 gjëra. Paga minimale me mungesë të Këshillit Ekonomiko-Social bëhet me vendim të qeverisë dhe jo automatikisht lidhet me pagesat për lehonat. Ka qenë premtim dhe do të realizohet si premtim, por do të realizohet me plotësim të ndryshim të ligjit. Nuk mund të realizohet në mënyrë automatike me ndryshimin e pagës minimale, sepse nuk janë të ndërlidhura këto dyja. Nuk mund të them nëse do të jetë në formë retroaktive pa pas një analizë të mirëfillt të buxhetit, mirë po këto dyja nuk janë të ndërlidhura. Domethënë, momenti që e bëjmë plotësim ndryshimin e ligjit, ne vazhdojmë me pagën me shtesat e lehonave që është në
bazë me pagën minimale, por nuk janë të ndërlidhura. Domethënë nuk është me patjetër që duhet jem prej janarit që është bërë 425 dhe që duhet bëhet 500 në korrekt. Megjithatë, në bazë të premtimit që kemi bërë në dhjetor 2025, ne do të realizojmë, por ky realizim nuk ka ndodhur në janar, për shkak të dini çka ka ndodhur, sepse buxheti nuk ka qenë i aprovuar deri në shkurt në Kuvend të Kosovës dhe në fakt sot janë nda kodet buxhetare për ministritë tona në mbledhjet e qeverisë, kështu që ne do të vazhdojmë shumë shpejt me realizimin e kësaj, por nuk mund të them nëse do të jetë retroaktiv apo jo. Atëherë edhe një herë më shpjegoj, ligji për shërbime sociale dhe familjare parashë revokimin e licencave për qendra punë sociale në komuna, megjithatë ligji përveç qeverisë lokale nuk ja jep këtë drejt ministrisë, këtë rast ekzekutivit në qeveri, kështu që unë nuk mund të revokoj licencën për qendrën punë sociale, pavarësisht se si do të jetë raporti përfundimtar në këtë pikë, unë mund të bëj thirrje dhe me vazhdu me bëj thirrje ndaj kryetarëve të komunave që ata me i trajtu këtë raste me seriozitet plot, por sa i përket individëve të caktuar që ofrojnë shërbime brenda kësaj qendra apo cilës do qendër tjetër, në momentin që kemi raportin ndërkombëtar po. Dhe nëse konstatohen shkeljet natyrisht që do të revokohet licenca për të gjitha ata që kanë qenë përfshirë në këtë pikë. Atëherë të falenderoj shumë, po përveç lajmit në Universitetin Publik të Prishtinës, ju dini që ka qenë një lajm që në kuadër të ministrisë që udhëheq unë, punëtorët teknik nuk marrin pagën vlerë të pagës minimale, më duhet me sqaruar një gjë edhe për Universitetin e Prishtinës edhe për ne këtë rast unë jo, sepse ka qenë në kuadër të Ministrisë Financa, po e kemi trashëguar, ne kemi kontraktim me kompani për ofrimin e shërbimeve, jo direkt me punëtorët e këtyre kompanive. Domethënë, bëhet një shumë e caktuar që për ofrimin e këtyre shërbimeve dhe ne kemi kontraktuar këtë kompani. Pas ndryshimit të pagës minimale, disa prej këtyre kompani kanë kërkuar rinegocim të kontratës me qeverinë e Kosovës për shkak se sipas tyre nuk po arrin mi përmbush obligimet që i ka ndaj qeverisë. Ajo që ka lidhet me ministrinë tim është Inspektorati Qendror i Punës dhe Inspektorati Qendror i Punës ka shkuar edhe në kompaninë që është në ministrinë time edhe në ato të Universitetit të Prishtinës dhe në bazë të një raporti që kam marrë i ka trajtuar 8 kompani delimitare nëse po zbatojnë ligjin për pagën minimale.